liderët e vërtet, popullit ja thujnë të vërtetat në momentet delikate. Duhet kemi parasysh, mos të kemi hamendje në këto momente. Këto janë momente historike. Hamendjen që kemi pasur në vitet 44-45 na bën prej të slavo komunizmit, pasojat e të cilit i kemi 100 vjet. Sot Amerika është në një betejë të drejtë për drejtë me një regjim kriminal, siç është regjimi i Iranit, dhe unë mendoj se shqiptarët pa asnjë hezitim duhet të mbështesim Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim. Jo vetëm se u kemi bashkërisht një borxh shumë të madh, po unë jam plotësisht i bindur se kjo është rruga e vërtetë. Kjo është rruga e cila çon drejt përparimit të njerëzimit. Unë nuk mendoj se sot duhet të jemi të heshtur, për shkak se mesazhet dita ditës vijnë. Edhe për politikës amerikane, po e presidentit Trump, i cili tha dje se mos mendoj dikush se ne do t'i respektojmë ata të cilët do të na përkrahin pasi të përfundojë lufta. Kështu që ju të PDSH-s i dini qëndrimet e mia, më vjen rënd them para jush, para të tjerëve them, au pa ta thonë para një 7-8 vjetëve me unazat, ju kujtohet. Dhe unë mendoj se ne këtu nuk duhet kemi kurfar luhatje, po e mbyllim me një pyetje hipotetike. Këtë kryetarin e parlamentit të Maqedonisë as se ndëgjoja së më ban përshtypje, po nuk e dija ka marrë ndonjë qëndrim si kryetari i parlamentit në raport me sulmin Amerika që i bën Iranit. Nëse ka marrë, po nëse s'ka marrë ndonjë qëndrim, e thras që sa më shpejt merr një qëndrim që të gjithë ne ta dimë se çfarë qëndrimi ka ai dhe partia e tij.